me në studio është këngëtarja e re Ana Krasniqi bashkë me nënën e saj Ardion Pajaziti. Mirë se erdhët. Musim të trupën mbi emrin radio. Jo. Okej. Kështu Ardiona në fillim ka pas zgjedhë mbi emrin me mbajt. Në rregull je me emër edhe me mbi emër. Faleminderit shumë për ftesën. U bë qika me ardhën në intervistë me ty. Është një emocion shumë i veçantë. Unë në kuadër të emisioneve që i realizoni për festivalin, është hera 3 që vi, 2 vitet e më hershme kam qenë vetë, kësa here rastisi me arë me vajzën time dhe është një emocion pak i përzirë, kështu që knatësi, po është një ndjenjë që nuk mëri me përshkru, po. Me që edhe biseda është për muzikën, edhe për edicionin e 3 të festivalit të këngës në RTK, por edhe për anën e cila ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm 3-4 ditë më parë në Itali. Sa mirë që është ky gëzhëdimi, do të flasim vetëm për muzikën. Ku ka më mirë se të flasim veç për muzikën, apo jo? Ana e dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Uroj që je shumë mirë, kështu e lumtur pas atyre çmimeve që ti i morë. Tepër emocionume, shumë. Pra ishe në Itali, në edicionin jubilar Hybla Music Contest, ishte kjo gara internacionale di canto, apo? Po, gara internacionale në cilën ka marrë pjesë me përfaqësu Kosovën, me shkollën e muzikës në cilën ushtroi Amadeus. Sa mirë. I ke marrë 2 çmime kryesore. Pra është çmimi Grand Prix edhe Jimmy Fontana. Po, këtë çmimi i Jimmy Fontanës ka qenë emër Jimmy Fontanës si fondacioni këtij gare, në cilin ka qenë çmimi kryesor, bashkë me Grand Prix, në cilin e konfituam, që ka qenë tepër e papritshme që fitoj këtë çmim. Ishte një gare fort mes shumë këngëtarëve, kanë qenë përmi 50 konkurrent në atë garë, edhe ka qenë me kategoritë ndame. Prej moshës, cilën ka qenë 6, po deri në 5 vjetë deri në shot, edhe ka shku mosha deri në 50 vjetë. Edhe mes atyre gjithëve konkurrentëve, ndole anë që mi fitu të dyja çmimet, çmimet kryesore. Edhe ato që ishin më të moshuar nuk i fitonin dot para te këto çmime. Jo, kanë qenë për secilin kategori 3 çmime. Vani i parë, vani i dytë dhe vani i tretë. Po çmimi Grand Prix, na për atë çmim kanë qenë konkurrent gjithë pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit, po prandaj. E me çka u prezantove? Me këngë, Jo. Tregoj cilat kanë. Unë kam qenë me Always Remember Us This Way, të Lady Gaga's edhe Hallelujah. Okej, a vështira, emocionuese, se edhe reti, edhe 14 vjeçare. Unë me muzikën experience gati 10 vjet, pe moshës 5 vjeçare, kam qenë për korin se lëkëntem edhe në piano. Edhe emocione kom pas natën e parë, mas shumë tani natën e dytë ke pak mas qetë, se nasha që mësova pe natës parë pak, e s'pata qatë shumë. A ishte tamam kështu festival, ose garë me orkestër të tërë, që ishte ti aty, juria, tamam një asime emocioni që ti e përjetove? Po, orkestër nuk ka pas, ka qenë me instrumental, dhe me thonë që e kemi lëshu. Po juria e kena pas bashkë për balë, dhe me thonë, kur dhe qa me kënu, u konat publiku, sarë dhe me thonë në shësha mamin, babin e motrën, edhe juria për pora, e tani kisha emocione normal një që për mendojnë. Nga kush ishe emocione dhe tepër, nga prindri që kishe për balë, apo nga juria? Nga juria, mas shumë të se saher, e kom thonë edhe këta të tjerë, sarë që e kom mamin për para, kur jem të knu, se kur bëjnë ajsan kur e shkirona, se nuk e shkirona të fort. Ne patëm një dilema me shku gjitha jo, edhe e tha shko se e kam pas edhe mësusën për cilëse, edhe më tha që jo mam se kam nevoj mi pas sytë, kur ti shot sytë e të ngublin, ku ne jo më rahat, ajo fjale saj për mu ka qenë edhe vull me shku, po edhe knatësi për ne, se zakonisht fëmit në moshën e anës, fillojmë pak me bua tërheqjen prej prindërve, edhe ajo kur më tha që kam nevoj me t'i pasyt, tash do të me shku në Itali. Jemi rritur pak, dhe duam një distancë me prindrit, a? Po, edhe ana harroj me përmend këtë punën e çmimit Jimmy Fontana, që Grand Prix ka qenë çmimi kryesor, çmimi festivalit, po fati anës se në kryetari juris ishte djali i Jimmy Fontanës, këngëtarit legjendar,
edhe familja e tij e ndajti këtë çmim që nuk ndodh çdo vit. Luigi Fontana nuk është njëri çdo vit. Edhe fati anës që ai e ndajti çmimin edhe ky çmim përfshin që ata kanë me u kujdes për anën me i realizu tekstet, kompozimin, aranjimin, edhe incizimin në studion e këtij fondacionit në Rom. Tash në vazhdimsi kemi me i po këto detajet se çka po për mu kjo ka qenë shumë ma e fort ndoshta se Grand Prix, se Grand Prix e sjell kupën në shtëpi, po aty mbyllet, po çmimi Gjimi Fontana është një çmim që shkon në vazhdimsi. Që është çmimi i vetë fondacionit Fontana në të ardhmen vazhdon. Në të ardhmen pas ka kogja mundësi të mirë për anën. Në fakt mundësia veç ju hap në Raguzat Italis, tash na presëm për detajet e më të tjeshme, kjo tash e ka të garantuar me çmim që ata kanë me përcjell për një kod të thotë që ata që e parashojnë se ande nuk mujna me i shfaq detajet. A e përjetove të Ardian emocionin pak më të madh sa ana në skenë kur ishe ti në publik? Unë edhe me organizimet e mia me Kult Plus thom që gjithçka që realizohet pa gabime është e mirë. Tani e mira është shkollë. Edhe unë e kërkojsha këto prej anës. Jo prej anës që i kom thonë kësaj, po vetë unë kërkojsha prej anës veç në tanis edhe në ta mbyll mirë me këndim me paraqitje skenike. Pjesa tjetër pastaj është a fiton çmim ajo është diçka tjetër. Në dorën e jurisë. Po, natën e parë kam qenë shumë e ethë se mu më befasoj ana se unë si nane kom përcjell prej 5 vjetet që e përmendej. Po, është hera e parë që e pash kaq tritur në skenë. Edhe ajo ke pak edhe një turbulencë për mu që wow, a di u rrit vajza. Pjekje skenike po flas, se pat një qëndrem shumë të mirë. Edhe natën e dytë edhe unë kom pas ma relax, po pastaj çmimet, prape rritën atë emocionin se ne ishëm të përgatitur që ndoshta ana mundet me fitu çmim në kategorinë për cilën ka marrë pjesë. Kjo ka qenë moshën 12-15. Në qatë kategori ka qenë, edhe në për atë kategori unë da çmimi pari, dyti, tretë. Edhe na mjafton të neve, do të në këtë kategori jemi në rregull, po e fitoj çmimin kryesor, çmimin kryesor se ke menduar. Jo, se ishte shumë mirë. Do të thonë na kem talent, veç diçka mundësit nuk i kemi, se kado që po shkojnë tonë, po na prezantojnë mirë. Po arrin majat e sukseset, po i rëmbejnë çmimet, para mendon Niki, ndër vitet i kishim pas kushtet e tjera, mundësi tjera, për kraje tjetër, dhe prej shtetit. I kishin edhe vitet 70-ta, edhe në vitet 80-ta, Ardiana e Demi. I kemi pas edhe atëherë, po edhe tash nuk duhet me i nënvlerësu se kjo pjekje artistike e anës ka ndodhur pikërisht na për këto institucionet e vogla të Kosovës. Ana ka fillu te Cicillonjat, janë institucione private, po megjithatë edhe ata edhe privatja funksionon me fonde të shtetit, aplikojnë për grande, kështu që mos ta largojmë atë shumë se jem të e prek brumin e të parëve që po investojnë pastaj të rinë. Ana ka ecë na për këto institucione, ka ecë te Ukarinat, ka qenë disa vjet, tash sfundi është e Amadeusi. Jem falenderues për krejt mësueset e këtyre institucioneve që kanë përcjellë Ana nëpër vite. Fati tash deshti që me Amadeusin me u prezentu atje dhe mësuesën e Dina Plana, edhe kështu që ishte një përvojë shumë e mirë. Për fund flasim pak edhe për festivalin. Patjetër se edhe Starse të flasim për festivalin, hajde të 2-3 rreshtat për ndonjë këngë që juve keni një për zemër, ose ta ato që prezantove atje. Me Knu Halleluja me cilën e kom fitu gati sa Okej. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, the major lift, the baffled king composing. Hallelujah, 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 hallelujah.
Bravo. Sa mirë tingëllon. Nuk e mbatur faj që ke dhënë çmimin kryesor, edhe Gjimi Fontan dhe të tjerët njëri për këtë prezantim kaq brillant. Bravo. Ardion, a dëgjojmë bashk një kolon zanore, edhe më thuj pak në 86-ën, Ile, një kolon zanore dhe më thuj pak në 86-ën çka po të kujton kjo këngë? Apo mundesh me e gjetë A ka çmim? Ka çmim. Do t'i japim dy ftesa. Apo mundesh me e gjetë edhe duetin, edhe titullin. Dëgjoj pak. Në lartësi, valonte për bukuri, ecje si një drenush, e imja angelur. Kualiteti nuk është më i mirë në botë. Fëmija jon, që s'kthehet më, nga syri i kësaj foshnje më shkëlqen. Kjo këngëtarja, domethënë, me atë këngëtarin. A ke dëgjuar hiç në 86-ën këtë këngë ka pas marrë pjesë? Ka nga shumë e njohur, po e kam vështirë me identifiku. Jo, mos të e përgjigjen saktë, se nuk e Unë panga edhe unë kështu mundu se me fitu çmimin. Po, ka nga shumë e njohur në akordet, mu nuk më pëlqej marrë që thatë mosha e vjetër, rinjohin këtë këngë. Mosha e vjetër mendova unë 70 e Jo, lartë. ne striti njohim këtë këngë. Që simi, as moshe vjetra se as brezi me që më morë vesh në orë. Kujdes unë dhe ti në të ardhmen. Unë jam e re. Për ato me lehtësi pastaj vërtet. E njofta si po mendoj si vi muzikore, po e kam të pamundur me e gjetë. Pa këngëtarja po më asocion, po nuk po e di moshën ajo sot sa i ka edhe spedia po. Ardiana, neve kemi bashkëpunuar gjatë këtyre 5-6 muajve edhe për Eurovisionin. Kemi patur atë projektin shumë të rëndësishëm, javë Eurovisionit në RTK Radio. Tani kemi edhe këtë java e festivalit. Në fakt janë 2-3 javë të festivalit të këngës të RTK-s në radio. Juve keni qenë pjesë, keni përqen nga afër edicionin e parë, edicionin e dytë të festivalit. Tashmë jemi në prag të edicionit të tretë të festivalit të këngës në RTK. Me që thatë që na kujtohen edhe vitet e 80-ta, edhe vitet e 70-ta ndoshta, një krahasim pak të festivaleve të organizuar dikur, siç ishin Akordet e Kosovës dhe të tjera festivale me këto që kemi të kohës moderne. Nuk mundemi me prej ashtu me një vijat shtrash edhe me krahasu se janë dy periudha shumë të larta me njëra tjetrën, po ato që nuk mundemi me ose mos me e vlerësu për Akordet e Kosovës, ka qenë festival që kalon gjurmë shumë të mëdha sa i përket vlerave artistike, edhe secili e kemi pas atë lirin tonë me i dëgju ato këngë edhe në shtëpi edhe në familje. Fatmirësisht edhe festivali RTK-s e ka po këtë kujdes se për atë edhe e ka titullin festival, se nuk mundet me u fut në garë këngë që nuk ta jep atratin kur flasëm edhe për mbajtjen e tekstit. Edhe është një zhanër pak ma i pastër e ashtu. Festivali tani është me shumë gjyra, atëherë e dim që ka qenë bardhëzi, po të dyjat unë e konsideroj që e synojnë vlerën, pavarësisht që atëherë ka qenë edhe teknika, edhe mundësit kanë qenë ma të ngushta, njerëzit kanë mujtë me shku me i pa vetëm live, transmetimi live. Atëherë unë kam qenë fëmijë, nuk e di se besoj që ka ekzistu. Tash i shohim vazhdimisht në rrjetet sociale, jemi vazhdimisht ju që 3 javë jeni tankon jam të ju përcjell në radio me musafir të ndryshëm që kanë kontribu, më ranë sy zonja Badivuku, Pranvera që e kishit pas edhe shumë të tjerë që është shumë e rëndësishme kjo që edhe po i ndërlidh në gjeneratat pikërisht në prag të edicionit. Dhe Randu Brava, 87 vjeçar, Reshat Randu Brava, kishim mysafir këtu tek mesdita në RTK Radio. Shumë mirë. Ishte shumë e mirë, jo vetëm për ata, po sidomos për ne që realizojmë emisionin në këtë kohë, ta quajmë kohë moderne, duke krahasuar në periudhën kur ata kompozonin këngë, në vitet 60-ta, në vitet 70-ta, në vitet 80-ta, shumë interesante. Kjo është festë për shtëpi
shtëpinë e juaj që tamam jeni të e shiu, edhe para, edhe pastaj vjen edhe ajo pjesa e 3 mbrëmjeve kryesore që unë po uroj që kemi me pas një program shumë të mirë edhe me shiu tamam ashtu si duhet. A jenë ndjenjë të këngës dhe këngëtarëve që si vjet janë pjesë e festivalit të këngës? Kult Plusi e para e ka publiku listën, edhe para juve. Ne jemi ashtu, të gjithë shka që ndodhë rreth kulturës, kem dëshirë, ndoshta edhe tuj, se keni parasysh algoritmi rrjeteve sociale, ato që i klikon, ato dalin në sekondat e parë, edhe se kom pa lajmin e kjo, faqja e festivalit të këngës e ka postu e para, pastaj më njerë ne të Kultit kemi qenë të dytë, e kom pa listën, ka emra 3, ka emra që janë të tregum në fushën e muzikës. Jem shumë kurioz me po që pase jo gjithmonë me emra duhet të lidhemi, edhe në festivalin e RTS Shkodrën Elektronike nuk e kemi prit nëse kishim lexuar vetëm emrin që ka me pas atë performancë, pavarësisht që nuk e fitoj çmimin në Shqipëri, ajo krejt Evropën e ngjalli me emocionin e elektrizoj, kështu që mos lidhemi për emra, po shpresoj që kanë me pas një prurje shumë të mirë artistike edhe me ishiu. Kështu që deri tani në përprova, këngëtarët po tingëllojnë mirë, me fuqi zëri, me tekste të mira, me muzikë të mirë, ta të shumë se çka do të ndodh javën që vjen në skenën e madhe të festivalit. Zoti Gashi para 3-4 ditë ishte mysafir, tha Gjevdet Gashi tha, shikota kam qenë tha çik kritik tha edicionin e parë dhe dytë. Por tani tha ato kritika kanë bërë punën në edicionin e tretë ka këngë më të mira. Jo vetëm këngë si melodi, por ka dhe tekst brenda këngës. Kjo ka rëndësi. Kjo ka shumë rëndësi se kritikat secilin institucion e rrisin, po ne duhet me pas parasysh që ka qenë ajo shkputja shumë e madhe prej akordeve dhe deri te fillimi i festivalit, që natyrisht duhet pak me lënë edhe atë komoditetin, jo komoditet, po me i kursy ndoshta për aty në gabimeve të vogla që kina mujt me i vrejt, edhe pse unë edicionin e pare kom përcjell si audiencë, të dytin kam qenë anëtare juris, si vjet do të vi prap audiencë, unë jam kënaq me festivalin për shkak se na ka mungu ajo skena gjigante edhe me pa performanca live edhe me orkestër edhe krejt, kështu që ato cikrimat e vogla te i kaluan se nuk është të një të lashëm. E dashur, faleminderit shumë për kohën që gjetët që erdhët deri këto, shumë suksese ne i shihemi për të mirë. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit Ardian dhe Ana. Ishte Ana Krasni që të dashur miq bashkë me Ardian Pajazitin.